Të gjatë jeta me shpresoj që jeni mirë, po e bëj një video edhe kam dashur prej fillimit kur komendu me bo video për TikTok, me bo një video What's in my bag, ose ndryshe çka ka në çantën time, po kësaj here kam e bo të versionit të çantës madhe, se shumë dallon a e marr çantën e vogël ose çantën e madhe, edhe çka kam e vendos brenda në çantë, edhe varësisht normalisht ku shkoj. Po kësaj here po ju tregoj çka marr në çantën e madhe. Fillimisht e marr laptopin tam, gjithmonë e kam me vete se edhe punoj me to, po edhe shkruaj me to, po më duhet edhe për fakultet, kështu që në shumicën e rasteve e kam laptopin me vete. Përveç laptopit, gjithmonë mundohem me marr fletore të ndryshme, kam marr çto dyja, se nëse kam ndonjë inspirim ose du me shkruaj diçka, po edhe për fakultet, kështu që pa fletore nuk muj me najt, edhe gjithmonë i kam 2 ose 3 fletore me vete. Normalisht, kër e marrë laptopin, e marrë edhe karikusin e laptopit. Një diçka që normalisht mendoj që krejt e kanë, janë qelsat e shtëpis edhe qelsat e makinës, qëto janë qelsat e mi. Edhe kuletën, po unë ndaj kuletën, gjithmonë i marrë 2 kuleta, sepse njënën ndaj në përditshmëri që kam dohet me e marrë, edhe tjetrën e kam për kartela, dhe i marrë këto të dyjat. Për ndryshe ku marrë prapë Mitrovica. E kam një pasqyrë të vogël që ma ka ble Elona. Kremin e mikit, po zakonisht to e marrë verës, se që nuk bëj make-up, e mandej kur du veç me fresku ftyrën e marrë edhe e qas. Lidhësën e flokëve dhe kapsën e flokëve, se unë asnjëherë nuk mund me flajt edhe me hongër buk pa i lidh flokët. E kam qëtë kuti që e marrë, si ndime parë kështu me gjana elementare, që nëse vrana ose diçka, e kam qëto. Lapsa edhe stile lapsa ma shumë. Që kjo është një vaj për kutikulat të thonjve, edhe gjithmonë e marrë me vete. Një qështu fotroll të vogël që kam zakonisht buskuqa të ndryshëm, gjyra e kuqe dominon, e ku marrë edhe këta të go to be, se më keni kritiku shumë për vetulla që s'pirri gati me të drejt, edhe tash po mundona me jona i gati pak ma shumë. Interesantja është që unë nuk rri pa shkreps, po në realitet dohani nuk e pi, veç e kam shprehi edhe kam pak shprehi ka herë me pas një shkreps në qanë. Një diçka shumë interesante është që më keni pyet shumë edhe unë ja kom sugjeru, është që kjo e qërpekve, që është tepër e mirë, është panorama prej L'Orealit. E kam pa në TikTok që të njëjtën, po të zezën, janë të e lavdu shumë, edhe unë veç kom thonë që, okej, po e blej edhe pe përdore. E në realitet, ajo e zeza mi ka këput shumë qërpekt, edhe mi ka dëmtu tepër shumë, po fatmirësisht, unë gjithmonë e marrë serumin e pëldorës, që gjithmonë kujdesna për qërpekt edhe për vetulla, edhe e marrë gjithmonë me vete, sidomos që periudhë që tash e provova që ato të panoramës, se kështu i tona për pëldorë, edhe e pash që shumë, paktën të unë kanë diku shumë keq edhe kanë fillu shumë me mu dëmtu qërpekt edhe veç më beshen, e ku marrë me veti serumin e pëldorës, gjithmonë e marrë më qantë, ju kom të regu që edhe kur jem konë su e di, ja u kom dërgu kejt familjarve dhurat, po qështu doket, kjo është me vaj edhe gjithmonë veç e vendos tek pjesa e qërpekve edhe tek pjesa e vetullave, e këtë kohë, nuk më ju të regu so kanë diku, se nuk kam vaj fotografi qërpekve qysh i kom pas, ama prej që kom fillu me përdor maskarat cilat mi kanë dëmtu qërpekt, me të vërtet tani jëm konë shumë e fatë që e kom kuptu që pëldorën dohet me marrë me vete edhe në raste kur nuk jenë shpe, kështu që produkte që gjithë qysh nuk mungon as në qanë të madhe, pas në qanë vogël, është produkti i pëldorës. E di që më keni pyet shumë në një video kur jem konë së e di të uvo gati dhe ja u kom përmen faktin që jem të e marrë një serum me vete dhe më keni pyet shumë. U konë që kështë serumi i pëldorës, edhe përsho që vazhdimisht për më pyet ne, mendoj që përësin e pëldorës më një me bo në faqe tyna. Po besoj që po që ato e kom ble one në Instagram. Okej, ka që kesha. Për se qka marrun me vete në qantën time të madhe, mendoj që ka hala gjana që her pas here i marrë, po edhe varsisht ku shkoj, po qëto janë gjanat kryesore që unë pa to nuk dalë.
fatmirësisht shumicën e kohës jam në makinë, kështu që disa gjëra i radhen në makinë. Po përndryshe edhe diçka tjetër që kohët e fundit kam filluar me marrë është drita, tripodi edhe mikrofonat, se po më dohen për video dhe për content, për pjesën e marketingut, po edhe për pjesën e videove të contentit. Përndryshe, shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer, më keni thonë shumë me bo një video What's in my bag, so here it is. Ju përshëndes edhe ju dua si gjithmonë. Mirupafshim!